Në shtratin e Kirit përballë Kuqit janë hedhur edhe mbetje shtazore. Pamjet e filmuara para ditën e së premtes tregojnë një gjendje tepër të rëndë dhe të rrezikshme, pasi në kushte të tilla të temperaturave të larta, këto mbetje rrezikojnë përhapjen e infeksioneve me rrezikshmëri të lartë për qytetarët. Këtu pranë banojnë rreth 50 familje të komunitetit rom, si dhe 10 familje të lagjes Mark Lula, një fakt domethënës për kërcënimin që përbëjnë këto mbetje, era rënde të cilave të pret nga larg. Është një veprim i kryer nga individ të papërgjegjshëm, por me pasoja të rënda për qytetarët, nëse nuk ndërhyn sa më parë Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Mbrojtja Mjedisore dhe Pushteti Vendor për pastrimin e këtij mjedisi dhe dezinfektimin i kthyer në landfill prej shumë vitesh. Në fakt nuk është për të çuditur për veprime të tilla thellësisht të dënueshme, përderisa kjo zonë vazhdon ende të mbetet jashtë kontrollit të mbrojtjes mjedisore, deri në pikën sa mund të bësh çfarë të duash këtu me mjedisin dhe nuk përballesh me asnjë pasojë. Ndotjet e krijuara nga mbetjet shtazore, ato industriale, mbetërinat e tjera dhe inertet, me ardhjen e prurjeve ujore të Kirit në Vjesht, përfundojnë tek ura e Baqallekut dhe në lumin Buna, duke u depozituar në shtratin e tyre dhe duke shkaktuar dëme të konsiderueshme ekosistemit të rrjedhës normale të ujit drejt Adriatikut. Ky dëmtim shumë i rënd njihet mjaft mirë prej rreth 3 dekadash nga institucionet e mbrojtjes mjedisore në Shkodër dhe Pushteti Vendor. Megjithatë, kjo zonë është lënë dhe vazhdon të lihet në mëshirë të fatit, ndonë se shkaktohet një dëm i pallogaritshëm në këtë hapësirë ekologjike mjaft të pasur të Shkodrës.